kozgjatja në profesion, eksperienca që ti ke, të bën që me një parje, vetëm me një të parë, ti të arrisësh ta konceptosh se çfarë do aplikosh te klienti dhe çfarë problematika shka. Pra, kjo është ajo që ne mundsojmë në shkollë, që studentët, duke krijuar dhe një anë, duke filluar profesionin që në shkollë, në fakt, eksperiencat i fillojnë që në shkollë në për evente të ndryshme, që ne i marrim përsipër thjesht që studentët tanë të krijojnë atë anën profesionale dhe eksperiencat e tyre, bën që ata në momentin që mbarojnë shkollën të kenë dhe një lloj karriere minimaliste, sepse ato i pret një karrierë shumë e gjatë më pas, por që të krijojnë eksperiencat dhe sigurinë. Pra, duke sa më shumë eksperiencë të kesh, aq më shumë siguri, aq pa problem mund ta kesh një person për ta grimuar edhe pa e parë fare. Ne kemi pasur raste të ndryshme në studio, të cilët modelen edhe nuk domosdoshmërisht nuk është sepse ta shikonim. Na ka ardhur surprizë ose na ka rastisur në një nga puntatat e emisionit që modelja kishte prerë flokët. Atëherë një profesionist duhet të di gjithmonë se si të përshtasi me atë çka ka përpara. Jo domosdoshmërisht duhet ta shohësh, të bësh një sigurisht e bën konsultën a ditë që e ke aty. Pra nuk të frikë asnjë klient që kur shkon tek një grimier profesionist dhe nuk ka grimuar ndonjëherë veten atje, që ta provojë, sado i rëndësishëm të jetë eventi. Një grimier i mirë edhe herën e parë arrin që të zbulojë se çfarë i shkon portretit të klientes. Duhet të evidentoj tiparin më të bukur normalisht dhe atë të fokusoj pjesën e tiparit më të bukur që ka, po lyen syt bukur, po bën prerjet, sidomos, po arritet të përshtasësh fondatinën me lëkurën e personazhit, të arrisësh që prerjet t'i bësh perfekte, të theksosh atë çka ti do, të theksosh mollzën, të humbësh ato problematikat që mund të ketë në fytyrë, një nofull jo shumë të rregullt ose një buzë jo shumë të plot. Nëse ti ato çka nuk janë të bukura arrin t'i zbukurosh, atëherë ti je perfekt. Ti ka arritur që